Shkodra është zyrtarisht në javën e festimeve të karnavaleve, një nga ngjarjet më të gjalla dhe të dashura të qytetit, që do shtrihet përgjatë gjithë javës me aktivitete për të gjitha moshat. Sipas programit, qyteti do të kthehet një skenë të hapur me parada karnavalesh, aktivitete për fëmijë, performancë artistike, muzikë, drita dhe surpriza që do mbajnë ritmin e festës gjallë. Java e karnevaleve sapo ka nisur, nga sot fillojnë festimet për karnevalet e vitit 2026, do ketë një program të larmishëm, do jetë një ekspozita hapur çdo ditë përpara sheshit të Bashkisë. Janë 2 koncerte të mëdha, të premten edhe të shtunën, dhe 2 parada të mëdha, e shtuna mbasdite dhe e diela paradite. Kjo do jetë një fundjavë me ngjyra, me festime, me spektakël dritash, me muzikë, me betet karakteristike të karnevaleve, dhe ne i ftojmë që të gjithë që të bëhen pjesë e saj. Java karnavaleve premton të sjellë një qytet plot jetë ku traditat dhe festa ndërthuren për ta kthyer Shkodrën në kryeqendrën e gëzimit dhe argëtimit.